Përshëndetje zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutazh dua të flas me patjetër për një dyshe që në fakt na ka ndhuruar dhe vazhdojnë të na dhurojnë një emocion të papar, por para se të flas për këtë dyshe, dua të komentoj mbi një storje të bukur dashurie të tyre. Por faleminderit shumë që po na ndiqni, faleminderit shumë që jeni me ne. Vazhdoni duke na bërë subscribe në kanalin ton dhe duke u abonuar në platformat tona digjitale. Në këtë minutazh dua të flas për Brikenën dhe për Mateon. Ju e dini shumë mirë që Brikena dhe Mateo kanë patur një verë të begat, një verë me plot dashuri, një verë me plot emocion, një verë me plot ngrohtësi shpirtërore. Na kanë dhuruar emocione të jashtëzakonshme, na kanë dhuruar emocione me plot botë, na kanë dhuruar emocione me shumë ngjyrë dhe në fakt ne jemi bërë pjesë e historikut të marrëdhënies së tyre, e historikut të dashurisë së tyre. Brikena dhe Mateo kanë kaluar një rrugtim të bukur në Turqinë fantastike, atje ku në fakt edhe kanë kaluar muajin e tyre të mjaltit, ka qenë një muaj shumë i begat, ka qenë një muaj mbushur me dashuri, me lumturi, me pozitivitet, me energji të mirë. Unë i them muaj, se në fakt e këtill është çështja. Dhe nga ana tjetër ka qenë pikërisht në këtë rast më thënë Mateo, ai i cili i pari ka nxjerrë dhe ka publikuar fotografi të ndryshme nga lëvizjet dhe nga pushimi që kanë bërë me Brikenën, që në fakt të gjithë e keni parë. Ishte një pushim fantastik, ishte një pushim i mbushur me shumë surpriza të bukura, domethënë çifti u argëtuan, çifti krijuan një afrimitet edhe një kimi shumë të mirë me njëri tjetrin, sepse gjithmonë të qenurit vetëm larg çdo gjëje të ndihmon jashtëzakonisht shumë dhe domethënë patën një moment, patën një marrëdhënie goxha fantastike. Por unë dua të ndaloj pikërisht tek një pjesë tjetër që publiku në fakt është shumë kureshtar që të di rreth Brikenës, të di rreth Mateos, çfarë po ndodh me fatin e tyre, çfarë po ndodh me jetën e tyre, çfarë po ndodh me gjërat e tyre. Ju e dini shumë bukur që tashmë Mateo dhe Brikena kanë kthyer nga pushimet, janë pozicionuar që të dy nëpër destinacionet e tyre, që në kupton domethënë Brikena ndodhet në Prishtinë, në apartamentin e saj, shumë agent, le të themi kështu, shumë fansa që janë shndruar në agent, ma kanë konfirmuar që domethënë e kanë parë Brikenën duke pirë kafe në Prishtinë me tezën e saj, që domethënë Brikena ndan shumë kohë me familjen dhe këtë e ka treguar edhe në Big Brother që ka një afrimitet të jashtëzakonshëm familjar, ndërsa Mateon me patjetër e kanë parë me familjen, me shokët, duke u argëtuar nëpër Tiranë, duke pirë kafen tek lagja ku Mateo banon, pasi që është një lagje pothuajse një lagje rezidencë, dhe duke e shijuar, duke jetuar momentin në maksimum. Domethënë dyshja duke bërë një jetë fantastike, por larg njëri tjetrit, por nuk do thotë që ato rinë larg, janë telefonatat, janë videokallët, janë gjithçka që në fakt e mban afër këtë çift. Thënë kjo, kemi arritur që të kuptojmë edhe një informacion tjetër, që besoj që do të jetë një informacion goxha me vlerë për ju dhe goxha fantastik. Domethënë Mateo dhe Brikena kanë vendosur që të hedhin edhe një hap pak më të rëndësishëm në marrëdhënien e tyre. Ju e dini që në Big Brother Brikena tregonte shumë tradicionalitet, Brikena tregonte shumë njerëzillik, Brikena tregonte shumë një vajzë e cila në fakt dinte të dhuron emocione të bukura shqiptare. Dhe pikërisht lajmi lidhet me faktin që domethënë ajo që ne kemi dëgjuar, Brikena dhe Mateo do të bëjnë një fejesë tradicionale, domethënë Brikena dhe familja e saj
kanë kërkuar me informacionin që kam unë, që fejesa të jetë tradicionale nga këto fejesa që ne kemi parë dhe do të thotë që Mateo dhe Brikena në ditët në vazhdim, pa marrë parasysh se cilat muaj do t'jenë ato, do të bëjnë një celebrim që do të zyrtarizojnë edhe më shumë marrëdhënien e tyre. Unë e di që Brikena gjithmonë ka kërkuar seriozitetin nga Mateo dhe nga historia që në fakt ne dëgjuam për këtë marrëdhënie, për këtë raport, kuptuam që pika e dyshimit gjithmonë nga ana e familjes së Brikenës ishte në atë kohë mosha e Mateos, por Mateo i bindi ato që është jashtëzakonisht serioz dhe di të bëj në aspektin e jetesës gjërave të bukura, që do të thënë di të dhuroj emocion, di të dhuroj pozitivitet dhe di të dhuroj dashuri, dhe kështu që Mateo e bëri këtë gjën, Mateo e jetoi këtë gjën dhe e shijoi këtë gjën, dhe mbi të gjitha unë e shoh që Mateo i hedhen hapat në mënyrën më të sigurt edhe më serioze. Do të thënë, kemi surpriza të bukura nga ky çift, kemi surpriza fantastike nga ky çift. Unë sinqerisht me zemër i uroj gjitha të mirat dhe shpresoj që të na falin gjithmonë këtë lloj adrenaline, të na falin gjithmonë këtë pozitivitet dhe të jenë gjithmonë pranë publikut shqiptar. Do të thënë, kemi shumë gjëra të bukura nga Mateo dhe nga Brikena. Nuk kuptoj që do të jetë një fejesë e madhe, një fejesë ku do të ketë të ftuar miq, dashamir, njerëz të dashur që din të ndajnë momentet e bukura, që do të ndajnë momentet fantastike. Do të thënë, kemi shumë gjëra të bukura me këtë dyshe që vërtet do të na shijon, do të jetoj momentin dhe do ta gëzojmë çastin. Unë mezi pres në fakt dua ta shoh Brikenën të veshur në atë fustanin e fejesës të mbushur komplet me gur dhe Mateo në kostumin serioz, sepse vërtet janë çift shumë i bukur, po do të thënë do të kemi lëvizje fantastike nga çifti. Aktualisht janë të ndarë me vendbanime, do të thënë Brikena jeton në Prishtinë, Mateo jeton në Tiranë, nuk kanë përzgjedhur që të bëjnë ndonjë stil bashkëjetese derisa nuk e kanë celebruar marrëdhënien e tyre. Do të thënë, thash që Brikena është goxha tradicionale dhe dëshiron që t'i shijon gjërat ashtu siç në fakt e do tradita, ashtu siç në fakt e do kultura, ashtu siç në fakt e do vendi, dhe kjo e bën Brikenën që të jetë e veçantë edhe të jetë unike në stilin e saj. Unë shpresoj që gjithmonë gjërat t'ju shkojnë pikërisht kështu mbar dhe ta jetojnë, ta shijojnë momentin, sepse vërtet janë një çift që meritojnë dashurinë e të gjithë botës, meritojnë respektin e të gjithë botës dhe meritojnë vlerën njerëzore të të gjithë botës. Ju uroj gjitha të mirat dhe shpresoj që gjërat vërtet t'ju shkojnë gjithmonë mbar. Ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe për të arritur të ndaj me ju lajmet më të fundit. Do me thënë, ju fansat e Briteos prisni, sepse keni gjëra shumë të bukura nga çifti që vërtet ju admironi, e doni pafund dhe e keni në zemër.